do t'jetë me ne javën e ardhshme në finale. Lisi! Sa e papritur ishte për ty dhe familjen tënde fakti që ti je në finale? Diskuteshim rrugës për më shpe mas performancave me familjen edhe zakonisht familjarët për krajin, thajnë, po, jena me ty deri në finale. Babi, sidomos, më theke, s'mu se mena, hiç sje. Më thesha, nashta me naj paradoks ndodh që shkojnë finale, e kur kalova, po pa edhe në ftyrit vllaut, e majti kështu, se ka prit. As nana, as vllau, as kërkush, as une. As ti. Për çfarë erdhe ti në The Voice? Realisht ku marrë në Voice me provu vetën, edhe mu mësu pak me kënu, se disha me kompletu vetën deri dikun, disha pianos mira, disha gitarës mira, disha basit mira, disha me dit me kënu për veti. So kur ja nisi muzik me bo, mos me pas nevoj me marrë këngëtar tjerë, po me mujt vetën me shprej maksimalisht. Kur ti këndoje në audicionet e fshehura, Rona shtypi butonin e para për ty, çfarë ke provuar në atë moment? Nuk e di, nuk më kujtojt momenti kur isha në skenë për blind, isha qasë në panik, nuk e disha asë shka është të ndodh, nuk mu isha mi këqyrë trajner, nuk e disha kush u këthy, edhe veç mu bot qefi shumë, Rona, kur u këthy, e disha se synimin e parë e kompletova. E zgjedhi Ronë. Bravo! Pse vendose nësë Ronës, Albani dhe Xhuxhit që u kthyen më vonë, të zgjidhje Ronën? Ronën më dash me zgjedh prej fillimit, sidomos edhe ndjeksha muzikalisht para se më ardhë në Voice, para moti kur isha në shkollë fillore, edhe mendojsha se kom puna jo ma e lehtë, po ma progresive me Ronën. Kisha mas shumë të me mësu prej saj, edhe se kisha idenë që kom u knaq, and I was right. E çfarë ke mësuar ti nga Rona, diçka që s'doja harrosh kurrë, pavarësisht sa i madh ose jo i madh do të bësh pasi të mbaroj The Voice? Mas shumë ti mu knaq në skenë, jo veç me menu, a jem të knu sakta, a jem të knu mira, a jem të e bo lullën regula, veç mu knaq për veti. Prej nanës edhe prej nanës dytë, e ku mësu që ata. Okej, Rona, Lisi për ty përfaqëson besoj unë diçka që jo shpesh e gjen në talentet e reja, po edhe në talentet e afirmuara në Shqipëri. Si është të punosh me Lisin edhe të kesh punuar gjatë gjithë këtyre javëve? Me Lisin ka qenë një magji që ka ndodhur që në sekondin e parë kur e kam dëgjuar zërin e tij. Thjesht ka qenë një dashuri në dëgjim të parë. Me qenë se nuk ishte në shikim, në dëgjim të parë. Zëri i tij aq i bukur, vazhdon të jetë i bukur. Mua thjesht ma pushtoi zemrën. Mendoj që sot, pas gjysmë viti, Lisi ka transformime. Ka transformime edhe në aspektin teknik, por edhe në faktin që ati sot i pëlqen të luaj me zërin e vetë, i pëlqen të dëgjoj zërin e vetë, që ka shumë rëndësi. Ti ke patur dy momente në cilat ke zgjedhur të vazhdosh me Lisin, njëri prej tyre është momenti në betejë dhe momenti tjetër në super betejë. A ke qenë ndonjëherë dyshuese për aftësitë e Lisit në krahasim me konkurrentët e tjerë, duke qenë se duhet thënë ti në skuadër ke patur vokale shumë potente, të cilët me largimin e tyre në The Voice edhe janë komentuar ndonjëherë që një vokal i shtrirë, ka shumë nota, këndon shumë bukur në krahasim me një vokal stilistik siç mund të jetë Lisi. Ke patur ti vetë në një moment dyshimi nëse duhet të shkosh me Lisin apo jo? Lisi ka qenë i përzgjedhuri im në dy faza shumë të rëndësishme, me dy prezentime që mendoj kanë qenë mjaft sfiduese për të, dhe duke qenë se ky vazhdimisht diskutohej nga ekstremi në ekstrem, ose pëlqehej shumë, ose shahej shumë, unë thjesht desha që Lisin ta lej në duart më të rëndësishme, në atë që voton, në atë që do ta shoh Lisin më tutje. Kjo më ka gjithashtu më ka bërë edhe më optimiste që edhe shija do të ndryshoj. Shija do të sofistikohet e brezave të ri. Dhe mendoj që Lisi këtë... Lusim Zotin për këtë.
Shpresoj, duke qenë se Lisin e kanë votuar, dhe ka ecur deri këtu, mendoj që është një shenjë mirë, jo përfundimtar. Dy momente janë po ashtu interesante. Rona e tha me të drejtë, ti je një djalë që bie në sy për zërin tënd, bie në sy edhe për pamjen tënde të jashtme. Momenti ku ti ndrove totalisht stilin tënd nga një djalë i cili vishej me xhinse të grisura, me bluza, me t-shirte të varura e kështu me radhë, pa pritmas tek Shape of You erdhe me një kostum slim fit, me flokë të lëpira, me mjekër të rruar, me një tjetër histori komplet. Dhe aty njerëzit thanë, oh, po ky djali, ku pas ka qenë ky djali? Apo ky ishte Lisi the live show face. Jo, kon Lisi në koncert The new and improved Lisi. Po, Lisi 2.0. U kon, nuk e di se edhe mu bo pak bajat edhe vetja, me shalvare, me diqë pak si punk. Kum pas qef, marëm një herë me dal i veshun në regull. Qa tha, se zakonisht mamat japin gjithmonë një mendim kur vishet djali në një mënyrë të caktuar. Sidomos kur vesh kostum një herë është një evenement. Qa tha mami jot, kur ti ndryshove pak a shumë stilin tënd edhe në të dukur, jo vetëm në të kënduar? Ata faktikisht ma kanë sugjeru, kostumi u koni babit. Po, faktikisht... kishte edhe një vlerë emocionale kostumi, nuk kishte shumë kot. Jo, po, në fakt, jo veç kostumi, po ketë shalvaret që i kom veshë në kont prindve. Lisi, ka patur një moment shumë të vështirë në Super Beteja, ku ti një ditë përpara se ne dëgjorëm Super Betejat, ke qenë me zërin e fshirë, gati nuk ke patur zë fare. Në momentin që Rona, Kamelia dhe Boj Kendako kanë dashur që të dëgjojnë ato momente, ti le vetëm orkestrën që të lumte disa nota të këngës edhe pastaj nuk mundte. A mendove aty që ky është fundi për mua, domethënë unë marr valigjet edhe iki në shtëpi? Realisht në kumë prit prej betejave që i bi, po në Super Beteja isha i sigurt 100%, isha okej, edhe nderi këtu ke ball, edhe një më knaq, e kom kangën e mirë, po kur dola në skenë, edhe pse nuk kisha sprov, edhe nuk kisha në rregull me zanin heq, apet më kujtua e momenti ku thësha nuk ka fundit lidhje adin me dalë edhe më mundu me kallëzuo që sa mirë di me knua. Nëse një gëm dalë me bo performancë të tem, se që ajo nështë edhe prej fillimit të konë synimi jem primare. Veç mu knaqë edhe me pas sa largë me mri, edhe ku mri shumë ma largë se sa ku pritë. Na ndiqni në rrjetet tona sociale për më shumë video, klikoni këtu.